para, me vjen jashtëzakonisht keq që ke jetë ka shumë në medet e Tiranës. Unë i kam njekur hap pas hapi gjithçka. Punoj me Merinë e Tiranës, isha sekretar i Këshillit Popullor të Pushtetit Vendor të Lagjës 18 dhe kam qenë çdo orë i angazhuar. Ndryshimet politike në Shqipëri i solli me urdhër Ramiz Alia, me urdhër. Pra ata që kishin sjellur në 40-ën socializmin, ata erdhën e morën e thanë të do sillim kapitalizmin. Ramizi që shumë i shpejt dhe i gatshëm. Madje bëri komplet vetëm këtë pa pyet asnjë antar byros politike, pa mbledh fare partinë. Madje bëri këtë edhe pas një lloj ligji, në kundërshtim me gjitha ligjet ndërkombëtare. Pra as që u mblodh Kuvendi i Shqipërisë dhe as që votoi populli me votë lirë. Kjo është e veprimtaria e Ramiz Alis. Unë nuk kam ndërmend me gjyku se kush që Ramiz Alia, sepse historia do të tregojë gjithçka. Natyrisht unë respektoj pjesën e luftës tij, sepse ka qenë që adoleshent, ka marrë pjesë në luftë gjerë në Jugosllavi dhe i heq kapelen për këtë periudhë. Për periudhën tjetër do na tregoj historia. Tani si e kam njohur unë Berishën. Unë Berishën e kam njohur një ekstremist. E kam njohur në raportet partijake, kurse në raportet mjekësore ka qenë shumë korrekt, ka qenë mjek i mirë, kurse në raportet shoqërore kam njoft ekstremist, karrierist, servil me të mëdhenjt, për jetë vdekje me të mëdhenj servil, për të fituar pushtet, që i periudhës aktuar dhe sekretari i partisë fakultetit, sepse ai ishte edhe pedagog. Natyrisht gjithmonë ka pas probleme me këdo. Ai ishte aq ekstremist sa që do të dënonte këdo. Ndaj edhe kishte probleme gjithmonë në parti dhe në klinik, por ishin profesor tanë shumë të nderuar e të mençur që ekuilibronin. Pra një nga këto ekuilibrues ka qenë profesori im i nderuar, i ndjeri Ulve Biu, të cilin sa kishte probleme Berisha i thonë dhe Biut, profesor të lutëm, merru me salen. Tani, se e mjekoj me psikoterapi, profesor Vebiu, apo edhe me farmakoterapi, pra me mjekim, atë e din profesori që nuk jeton ma. Ai profesor që si kthehet ma Shqipërisë. Ai profesor që u largu nga Shqipëria nga nxënësi i tij se desh ta vriste. Pse? Nga që e kishte kuruar? Ai profesor Profesor Vebiu ishte dëshmitari i vetëm i jetës tij që duhej zhdukur. Duhej zhdukur këtë dëshmitar, sepse ky dëshmitar, nëse do ngritë zërin, do bëti deklarat, perëndimi do merrte seriozisht. Ishte psikiatri vetëm shqiptar që i raportonte OMS-it, organizatës botërore për problemet psikiatrike në jetë të tërë. Ishte, siç e kam thënë, revolucionari Zluçi i psikiatrisë shqiptare. Kur flasim profesor Vebiu, flasim për një personalitet shumë të madh. Kanë mbaruar nxënësit e tij, gjithë kanë mbaruar doktoratura të tjera. Dhe ato së bashku e kanë vlerësuar si Freudi shqiptar. Por le të ndalemi ke Berisha. Pra në momentin që do fillonte demokracia, Berisha mendoi që të bëhej kandidat i Komitetit Qendror të Partisë. E kuptoj. Ai ishte fut deri në rangjet e larta të udhëheqjes së partisë, po edhe si malsor ato vlerësojnë që ishte kryer për shtypje që këto malsor besnik të mëdhej Moraman. Në fakt janë më malsore. Po duan fakte se kush je, edhe kush jam. Pra ai ishte caktuar i tim. Kur kanë filluar proceset, gjithçka është bërë me urdhën e Ramizit. Çdo gjë nga dita në ditë është bërë me urdhën e Ramiz Alis. Dhe ne habiteshim, i thënë njëri tjetrit, është e pamundur që ky të marrë një parti me problematikat që ka ky. Sepse prorët e tij nuk i kishin besuar Sali Berishës në rrugën shtetërore, as që ishte shef i një pavioni në kardiologji me 15-20 shtretër. Ai s'kishte pasur funksione shtetërore.
E si mund të merre i ki një mjek nga një spital e çojnë në krye qytetit?